Përshëndetje gjithë ju të shenjës së ujorit. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin për shenjën e ujorit për muajin maj. Ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali të bëjnë abonimin e tyre në këtë kanal për të marrë videot në vazhdimsi. Këtë video mund ta ndjekin të gjithë ata që kanë dhe ascendente në shenjën e ujorit. Atëherë të shohim energjinë që na vjen në lidhje me shenjën tuaj. Atëherë, në fillim të javës së parë, shohim keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit, energjia e shenjës së demit, shenja e peshores dhe shenjat e tokës. Atëherë, shoh që ju do përballeni me disa pengesa, edhe pse keni kaluar, se të gjitha shenjat kanë kaluar një 7 vjeçar shumë të vështirë në lidhje me gjithçka, varet se në çfush mund të keni kaluar ju vështirësi, por kemi Uranin që hyn te binjakët dhe aty do të ketë ndryshime të mëdha, edhe në lidhje me shenjën tuaj. Dhe shoh që do përballeni me disa pengesa në fillim të javës, por ju do t'ja dilni me sukses. Mund të jenë pengesa në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër mund të jenë pengesa në lidhje me shtëpinë, me familjen, ose disa pengesa te vendi punës, nga ana ekonomike. Por e shoh që ju ja dilni me sukses, do jeni shumë luftarak në lidhje me gjithçka gjatë fillimit të javës. Por shoh që do jeni luftarak në lidhje me fillimet e reja. Për gjithë ata që janë beqar dhe dëshirojnë të bëjnë një fillim të ri, unë shoh që ju do keni një fillim të ri në dashuri, një njohje të re, ku do ketë zhvillime shumë të mira. Mund të keni një shtatzani, fillimin e një shtatzanie, fillimin e një pune të re, një trajnim, fillim dokumentash, fillim ose diçka që ka lidhje me studimet, një fillim i ri dhe i mirë ekonomik që do t'ju sjelli bollëk dhe prosperitet në të ardhmen tuaj. Gjithsesi në fund të javës ju shoh që po mendoni shumë seriozisht në lidhje me këto fillime të reja, por shoh që po mendoni shumë fort në lidhje me anën ekonomike. Për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje edhe me familjen, me shtëpinë, me njerëzit tuaj të afërt, dhe shoh që po mendoni në lidhje me anën ekonomike. Në një rast mund mendoni në lidhje me një punë të re, me një partneritet, me një bashkëpunim të ri, ose ju jeni duke menduar se si të shtoni të ardhurat tuaja, edhe pse ju shoh në një pozicion shumë të mirë ekonomik. Është një javë fantastike, me fillime, me zhvillime shumë të mira, pavarësisht pengesave, ju do jeni shumë luftarak për të bërë fillimet që ju dëshironi dhe ju shoh në një pozicion shumë të favorshëm. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë, në javën e dytë kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së luanit, me energjitë shenjave të ajrit që jeni ju vetë dhe me energjitë shenjave të zjarit përsëri. Ju shoh që ju do filloni të shikoni gjërat më qartë, do ndiheni shumë të lumtur. Për pjesën e personave që do bëjnë një fillim të ri në dashuri, për pjesën e beqarve, unë shoh që ju do ndiheni shumë të lumtur me këtë person. Në fillim të javës së dytë, jeni duke menduar shumë seriozisht me këtë person dhe shoh që mund të dilni, mund të takoheni, mund të ndiheni shumë të lumtur me njëri tjetrin. Për pjesën tjetër, mund të ketë lidhje edhe në lidhje me fëmijët tuaj. Shoh që ju do ndiheni shumë të lumtur me fëmijët tuaj, jeni duke menduar seriozisht, duke i mbështetur fëmijët tuaj, por në mesin e javës shoh që nuk e di, hyni përsëri në një energji pak të ftohtë. Edhe pse këtu ndiheni shumë mirë, në mesin e javës ju shoh që ju keni marrë eksperjenca, jeni duke menduar se si t'i jepni drejtim gjërave, sepse ju shoh sikur keni kaluar situata bore, situata të ftohta ose situata
të vështira që mund të keni pasur. Dhe kjo gjë do t'ju bëj që ju të përdorni mençurinë në lidhje me zgjidhjen e çështjeve situatave të ndryshme. Dhe kjo ka vlerë si në lidhje me njofjet që ju keni, me një njofje që do hyni, në rastin tjetër, në lidhje me shtëpinë, me familjen, në marrëdhëniet tuaja, ose për një pjesë tjetër mund të kenë lidhje me institucionet shtetërore, që mund të kenë lidhje me dokumentat, me studimet, por dhe me çështje dhe situata të ndryshme që ju keni. Por do filloni të shikoni gjërat qartë në lidhje me këto çështje dhe aty do merrni vendime, ose mund të merret një vendim nga këto institucione. Kjo mund të ketë lidhje dhe në lidhje me shtëpinë, me familjen, në lidhje me stabilitetin tuaj. Mund të ketë lidhje me familjen e vogël, por dhe familjen e madhe. Ndërkohë ju shoh që për pjesën e personave që janë beqar, që takojnë këtë person, unë ju shoh që ju do keni një takim me këtë person dhe do ndiheni shumë entuziast në lidhje me këtë dashuri. Do jeni duke e festuar. Por do niseni bazuar në logjik, jo në emocione. Ndërsa për pjesën tjetër shoh që ju mund të jeni duke menduar në lidhje me një zhvendosje. Mund të jetë një zhvendosje nga një shtëpi në shtëpinë tjetër. Mund të jetë një zhvendosje nga një vend pune në vend pune tjetër. Gjithsesi dielli lind për ju harrini të stabilizoni falë mençurisë tuaj, situata dhe çështje të ndryshme që mund të keni në lidhje me stabilitetin tuaj. Në lidhje me një shtëpi, mund të jetë një trashëgimi, mund të jetë një investim që dëshironi të bëni te shtëpia. Në rastin tjetër mund të jetë që ju dëshironi të stabilizoni punën tuaj, dëshironi të stabilizoni pjesën e dokumentave, ose çështje që kanë lidhje me ligjin, me shtetin, çështje ligjore të ndryshme, dhe ju do arrini të stabilizoni deri në fund të javës. Dhe kjo gjë do t'ju bëj që ju të jeni dhe duke e festuar këtë gjë. Është një energji fantastike, një javë fantastike, edhe java e parë, edhe java e dytë është një energji shumë e bukur. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Atëherë në javën e tretë kemi të bëjmë me energji të shenjave të zjarit, energji të shenjave të zjarit dhe energji të shenjave të tokës. Në fillim të javës shoh që do keni një komunikim për pjesën e personave që janë beqar. Do keni njohjen nëpërmjet rrjeteve sociale. Ju do jeni duke komunikuar, aty njihni një person dhe shoh që do jeni në pritje të një përgjigje nga ky person për të bërë një fillim të ri, por është një fillim i ri i menduar mirë. Ndërsa për pjesën tjetër, ju shoh që do keni një komunikim më të mirë në lidhje me në marrëdhëniet tuaja, në lidhje me fëmijët, me shtëpinë tuaj, ose edhe me familjen më të gjerë, ose ju do komunikoni shumë shpesh nëpërmjet rrjeteve sociale. Ndërsa për një pjesë tjetër shoh që ju sikur largoheni nga disa persona, nuk e di, por shoh që mund të keni pasur mbas shtëpinës tuaj, po të vëmre këtu janë 1, 2, 3 persona, të cilët ndoshta ju kanë përndjekur, mund t'ju kenë ndjekur dhe në rrjete sociale duke ju krijuar probleme, sepse shoh që janë persona jo pozitiv, por gjithsesi shoh që fati ju mbron fati në lidhje me disa situata, me disa probleme që ju mund të keni pasur. Ndërsa për një pjesë tjetër do keni udhëtime, lajme të shpejta, do aplikoni nëpërmjet rrjeteve sociale, ose nëpërmjet emaileve, nëpërmjet internetit, ndoshta në lidhje me një punë, në lidhje me një largim, sikur ju dëshironi të largoheni, të bëni një udhëtim, të largoheni nga vendi, mund të keni pas shumë probleme aty, dhe unë shoh që ju do të jepni drejtim situatave. Dhe ju shoh në pritje, mund të jenë në pritje të një përgjigje nga një person, mund të jenë në pritje të një udhëtimi, në rastin tjetër, në pritje të një lajmi, që mund të prisni lajme nga fëmijët tuaj, nga familja juaj, ndoshta që ka lidhje me një udhëtim. Ndërsa për pjesën tjetër, shoh që do keni dhe 2 persona besnik që do t'ju mbështesin në lidhje me një pritje në një përgjigjeje, mund të prisni një përgjigje nga puna, për gjithë ata që do aplikojnë nëpërmjet emaileve, dhe unë shoh një fillim të ri që do bëni. Ose edhe në lidhje me studimet për pjesën tjetër, ose me dokumentat. Jeni duke pritur një përgjigje dhe unë shoh që do bëni një fillim të ri që do marrë zhvillime shumë të mira. Por është një fillim i ri i menduar mirë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e 4,
Edhe java e tretë është një javë fantastike për ju. Në lidhje me javën e katërt, kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ujit përsëri dhe energjinë e shenjës gafores. Gjithsesi ju shoh në fillim të javës katërt jeni përqendruar te humbjet. Mund të jetë jeni përqendruar në një lloj trishtimi duke menduar në lidhje me humbjet e skaluarës. Mund të jetë humbja e një personi, mund të jetë humbja e një dashurie, në një rast tjetër, mund të jetë një humbje ekonomike që keni pas në të kaluarën tuaj, mund të jetë humbje një vendi pune që ju mund të keni pasur, por dhe humbje të ndryshme që ju mund të dini më mirë. Gjithsesi, shoh që sepse karta ka dhe këshilla, mos u përqendroni në humbjet dhe në dështimet që keni pasur në të kaluarën tuaj. Shikoni mundësitë dhe ofertat, sepse një dritë e bukur është hapur për ju. Ju do keni mundësi dhe oferta si në lidhje me dashurinë, oferta të reja, por thjesht dilni nga kjo energjia e trishtimit, ose do keni ofertat mira në lidhje me punën, do keni mundësi në lidhje me fëmijët tuaj, në lidhje me pjesën e dokumentave, në lidhje mund të keni humbur mundësira dhe në lidhje me dokumentat, ose një deg studimi që ju e keni dashur dhe e keni humbur, por ju thot shikoni ku i keni mundësit dhe ofertat. Dhe në mesin e javës, duke parë këto mundësi dhe oferta që do t'ju vinë, ju do filloni do ndëroni. Do ndëroni në lidhje me një dashuri, shoh që keni shumë oferta në lidhje me dashurin, por ju do jeni të përqendruar vetëm te një person. Mund të keni oferta në lidhje me punën tuaj, mund të vinë njëkohësisht shumë oferta, ju do ndëroni vetëm nga një ofertë, në lidhje me një ofertë që ju vërtet ju tërheq, ndërsa për pjesën tjetër mund të jenë lidhje me studimet, në lidhje me trajnime të ndryshme. Varet për çfarë ju prisni, çfarë ju dëshironi, sepse shoh që krijoni ëndra, krijoni iluzione në lidhje me gjërat që ju dëshironi. Por në fund të javës së katërt, shoh që keni paqartësi, keni frikra emocionale në lidhje me një dashuri. Edhe pse keni shumë oferta, ju përqendroni te një person, dhe këtu flasim për pjesën e beqarve, dhe kjo gjë ju frikson, nuk keni do të hapa sepse ndjeni të pasigurt, keni frikra emocionale në lidhje me këtë njohje. Ndërsa për pjesën tjetër duhet keni kujdes se mund t'ju bëhen edhe prapaskena në fund të javës. Mund t'jem prapaskena në lidhje me këtë person që ju jeni duke ndëruar, në lidhje me disa oferta që mund t'ju vinë gjatë javës dhe ju krijoni iluzione me këto oferta. Mund t'jetë një person që ndoshta shfaqet ndryshe dhe mbrapa shpinës tuaj mendon dhe vepron shumë ndryshe. Por mund t'jenë edhe ofertat e vendi punës, por edhe oferta ekonomike, ose një ofertë në lidhje me studimet, ku ju zgjidhni diçka aty, por keni paqartësi, diçka sikur nuk shkon aty, në lidhje me diçka që ju zgjidhni. Thjesht tregoni të kujdesshëm në fund të javës së katërt. Gjithsesi, është një muaj fantastik edhe në lidhje me ju. Ju shoh që do keni fillime të reja, zhvillime shumë të mira, mendoni për anën ekonomike, do jeni në një pozicion ekonomik të favorshëm, ju shoh do keni shkëlqim, do keni sharm, do ndjeni të lumtur, do merrni vendime të rëndësishme, duke përdorur mençurinë tuaj në lidhje me stabilitetin tuaj, në lidhje me dashurinë, por dhe me çfarë do lloj situate tjetër që mund të keni. Një komunikim shumë i mirë gjatë këtij muaji, thjesht duhet keni kujdes ose nga persona që ju ndjekin, ndoshta në lidhje me një lajm, me një udhtim ose me gjëra që ju mund të veproni gjatë këtij muaji. Shoh që jeni në pritje të një fillimi të ri dhe do ta bëni, thjesht mos u përqendroni te energjia e humbjeve ose dështimeve që keni pas në të kaluarën tuaj, por shikoni mundësitë dhe ofertat. Ju shoh në ndërime, thjesht ju ndjeni të pasigurt akoma, keni frikra emocionale, paqartësi, por kujdes sepse mund të keni dhe prapaskena në lidhje me këto oferta që do t'ju vinë në fund të javës katërt. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt. Dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin.
Atëherë doli edhe pse I përzita, doli e njëjta energji e ëngjëjve që doli dhe të shenja e mëparshme dhe ju thotë është një periudhë shumë e pasur edhe në lidhje me ju, lindi në ëndrat tuaja dhe po të vëmre këtu jeni duke ëndëruar në lidhje me ofertat që do keni gjatë këtij muaji. Por ju thotë përqafoni ëndrat tuaja, por edhe edhe të tjerët, thotë edhe të tjerët në lidhje me dashurinë flasim këtu, në lidhje me lidhjet, me marrëdhëniet, me njohjet që keni, në lidhje me familjen tuaj, por edhe në lidhje me anën ekonomike, por dhe me punën tuaj, ose në çështje dhe situata që mund të kenë lidhje me shtetin, me çështje ligjore të ndryshme, sepse e vurëm re këtu, me dokumentat, me studimet, por dhe diçka tjetër. Tani është një periudhë shumë e pasur dhe kjo ka shumë rëndësi. E pasur në të gjitha format, me dashuri, nga ana ekonomike, në lidhje me punën tuaj, në lidhje me çështje situata të ndryshme që kanë lidhje me shtetin, me institucionet shtetërore, me çështje ligjore, me dokumenta të ndryshme që ju mund të keni. Është një muaj fantastik dhe një mesazh fantastik në lidhje me ju. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose të WhatsAppit. Atëherë ju ftoj të ndiqni edhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë ju uroj dëgjim të këndshëm, një muaj sa më të mirë për të gjithë ju dhe dëgjojmë te videot e radhës.